Përzjeni mjaltë me ara dhe do I dhoni lam të mirë çdo problemi. Ja si ta përdorni. Shkencëtarët kohë më parë kanë treguar që arat përmbajnë doza të mëdha të vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme, kështu që ato veprojnë pozitivisht për organizmin e njeriut. Ndërkaq, përmbajtja e tyre ndihmon edhe në përmirësimin e organizmit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Ndaj, konsumi I arrave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sipas ekspertëve mund të jetë një mburojë e veçantë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Për të përmirësuar organet dhe punën e brendshme të gjithë sistemit, do duhet më shpesh të hani mjaltë me arra në përditshmërinë tuaj. Kështu ndikimi I tyre në organizëm do të jetë I menjëhershëm dhe I shumëfisht. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi I mjaltit me arra do ju ofrojë një mbrojtje më të mirë të mirëqenies suaj shëndetësore. Do ju bëjë dobi edhe nëse jeni nën stres emocional ose nëse punoni punë të rënda fizike çdo ditë. Kështu, herën tjetër kur përfshini mjaltin me arra në dietën tuaj, do të merrni një sër efektesh pozitive të rëndësishme të tilla si: nëse keni vuajtur nga dhimbjet e kokës, do ju ndihmojë në lehtësimin e saj. Do të normalizojë punën e sistemit tretës, do të zgjidhë problemet me kapsllëkun, madje edhe më shumë se sa produktet e tjera. Ndihmon në këndelljen, sidomos nga lindja. Mjalti me arra është I pasvendësueshëm në shëndetin e femrës, sepse përmban substanca të cilat përmirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut të tyre. Mjalti me arra në mënyrë të rregullt ushqyese në dietën tuaj të përgjithshme mund të përmirësojë gjithashtu dhe të forcojë imunitetin. Mjafton që ta hani atë çdo ditë dhe kështu do të keni përfitimet e duhura në dobi të organizmit tuaj. Mjalti me arra në përditshmëri do të stabilizojë edhe çrregullimet metabolike. Rekomandohet mjalti me arra gjatë punës intensive të trurit, gjithashtu edhe në përmirësimin e përqendrimit tuaj. Arrat përmbajnë një sasi të përbërësve të cilët zbusin gjithashtu edhe inflamacionet dhe sjellin rezultate mjaft të kënaqshme në dobi të organizmit. Ekspertët thonë se mjalti me arra në përditshmërinë tuaj do të luajë një rol vendimtar sidomos gjatë periudhës së dimrit, pasi imuniteti është më I brisht dhe organizmi më I lehtë për të prekur nga komplikacione dhe probleme të ndryshme. Ndaj, konsumi I mjaltit me arra në përditshmëri sipas ekspertëve është mënyra më e mirë unike për të përmirësuar imunitetin dhe për të lehtësuar komplikacionet. Mjalti dhe arrat janë dy prej ushqimeve jo vetëm që plotësojnë njëra tjetrën, por edhe përmirësojnë vlerat e organizmit, duke lehtësuar kështu një sër efektesh negative. Ky kombinim nuk kërkon ndonjë lloj specifik mjalti përsa kohë është cilësor dhe natyral. Ndaj, përfshirja e tij në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv fal vetive antioksiduese të rëndësishme. Mjalti me arra në përditshmërinë e dietës suaj mund të luajë një rol pozitiv në uljen e presionit të lartë të gjakut. Rekomandohet që të përdorni 100 gram arra dhe 100 gram mjalt çdo ditë. Kështu, do të siguroni trupit furnizimin e duhur me elemente që të cilat do ta mbajnë edhe shëndetin e tensionit konstant. Mjalti me arra është një ushqim shumë I mirë ushqyes edhe për ata persona të cilët të vuajnë nga anemia ose presioni I gjakut. Përzjeni 500 gram mjalt me 500 gram arra të grira dhe lëngun e një limoni. Sipas preferencës, mund të shtoni deri në 3 limon në këtë përbërje. Vendoseni masën në qelçi, merreni nga një lugë gjedhe 3 herë në ditë, gjysmë ore përpara çdo vakti. Mjalti me arra jep forcë të duhur imunitetit tuaj dhe lehtëson gjithashtu edhe komplikacionet. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit me arra të përzierë së bashku. Shtoni gjithashtu edhe limonin ose edhe lëngun e tij. Në këtë recetë zakonisht përdoren arrat e njoma, por në vend të tyre mundeni të përdorni edhe arrat e pjekura. Piqini arrat në furrë në temperaturën 150 gradë për disa minuta. Shija e tyre do të shumëfishohet dhe nuk do ju pritet konsumi I saj çdo ditë. Mjalti me arra do të bëjë mrekulli të mirë edhe për gjallërinë tuaj fizike, gjithashtu edhe anën tuaj shpirtërore. Në shumë vende kjo përzierje magjike përdoret për më shumë energji dhe aktivitet të mirë fizik. Gjithashtu,
Në disa krajina të vendit, mjalti me arra kombinohet edhe me kosin e ftohtë, sidomos edhe kosin e zënë në kushte shtëpie. Përfitimet që do të marrë organizmi juaj në këto raste do të jenë të mëdhaja, do të lehtësoni komplikacione dhe gjithashtu mbi të gjitha do të rrisni rezistencën e organizmit tuaj. Shtimi i mjaltit me arra në përditshmërinë e dietës suaj mund të përmirësojë edhe prodhimin e testosteronit tek meshkujt dhe estrogjenit tek femrat. Mjalti me arra do të përmirësojë nivelet tuaja të energjisë, të qarkullimit të gjakut dhe do të forcojë gjithashtu edhe aktivitetin fizik. Arrat me mjalt janë një recetë fantastike që mund të zëvendësojë në përdorimet mjekësore farmaceutike. Ky kombinim do t'i japë organizmit tuaj edhe vitamina, minerale, proteina, yndyrna dhe karbohidrate të nevojshme për aktivitetet të rregullta fizike. Gjithashtu, mjalti me arra është një kombinim shumë i mirë edhe për ata persona të cilët do vuajnë vazhdimisht edhe nga dhimbje të ndryshme të kokës. Ky kombinim është një zgjedhje shumë e mirë edhe për ata persona që kanë këto shqetësime, duke i dhënë atyre elementet e duhur ushqyes në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë të mos konsumoni më shumë se 8 kokra arra çdo ditë. Kështu, përfitimet e tyre në dobi të shëndetit do të jenë të larmishme, të plota dhe gjithashtu do të merrni ndikimin pozitiv. Nëse nuk keni mundësi të konsumoni mjaltin me arrat, atëherë mund t'i shtoni vetëm arrat në dietën tuaj dhe ndikimet e tyre të elementeve ushqyes do të jenë të menjëhershëm. Arrat janë një frut i shëndetshëm për trupin e njeriut. Mjekët rekomandojnë që arrat të shtohen vazhdimisht në dietën tuaj të rregullt. Këto janë arsyet kryesore pse ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 8 kokra arra çdo ditë. Shtimi i arrave në dietën tuaj të rregullt ushqyese do të luajë një rol pozitiv edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj të trurit. Ushqimi i trurit, acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat, ndihmojnë në zhvillimin e trurit, në përmirësimin e performancës së kujtesës dhe proceseve të tjera. Mjalti me arra është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të depresionit. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga luhatit emocionale, ky kombinim do të jetë një zgjedhje shumë e fuqishme ushqyese në rastin tuaj specifik. Mjalti me arra është tepër ushqyes për organizmin. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë gjithashtu vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, magnez, mangan, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 që përmbajnë arrat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Ato janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Mjalti me arra është një kombinim shumë i mirë edhe në luftën kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Arrat janë një ushqim shumë i mirë edhe për shëndetin e flokut. Vaji i arrave përmbajnë biotin, vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element do të forcojnë folikulat e flokut, do të evitojnë rënien e tij dhe trajtojnë fare mirë gjithashtu edhe problemet e zbokthit. Arrat kanë veti shumë të mira kundër mykut dhe mbajnë larg edhe infeksionet e tij. Nëse jeni një person që doni të përfitoni nga vlerat e arrave, sigurohuni që t'i konsumoni ato sa më natyrale. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i plot i fuqishëm dhe nuk do të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të dobët. Ekspertët thonë se arrat janë një zgjedhje e mirë ushqyese përsa ko ato konsumohen me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i plot i tyre në organizëm do të jetë i fuqishëm dhe do të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet që e rëndojnë më shumë atë. Ndaj sigurohuni që arrat i keni pjesë të dietave tuaja dhe t'i konsumoni vazhdimisht brenda normës së lejuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.